Rinisin punimet në bulevardin Agrumeve në Vlorë. Fundjavën e kaluar televizioni 6+1 Vlora paraqiti si shqetësim ndërprerjen e tyre dhe duket se këtë të mërkur një investim punoi, por megjithse përsëri me ritme të ulta dhe me numër të paktë të punonjësve të angazhuar në këtë projekt. Kjo për shkak se sikundër po ndiqni pamjet në ekran, është një numër shumë i ulët i punëtorëve që janë aktualisht në kantier dhe mësohet se punimet ulën ritmet apo u pezulluan në disa pjesë të këtij segmenti rrugor, për shkak se punonjësit u çuan për të punuar në kantierin e aeroportit. Biznesi e ka ngritur me shqetësim vonesën në zbatimin e projektit, pasi ka paralizuar jo pak në përditshmërinë e tyre, por gjithashtu edhe banorët e kësaj zone e ngren me shqetësim një fakt të tillë, pasi nuk mund të dalin dot nga banesat me automjete për shkak të pengesave në rrugë dhe të këtij projekti që nuk po ecën në ritme. Edhe pse këtë mesjavë, sikundër po ndiqni pamjet në ekran, në kantierin e bulevardit të Agrumeve punohej, gjithsesi numri i punonjësve ishte tepër i ulët për të pretenduar për ritme më të larta, por edhe për përfundim në një afat sa më të shkurtër kohor. Bulevardi i Palmave është një investim që po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërsa projekti është fituar nga Bashkia e Vlorës, teksa synon përmirësimin infrastrukturor, por për t'i shtuar Vlorës edhe një bulevard të dytë. E megjithatë duhet që punimet të ecin më me ritme dhe punonjësit të shtohen në numër, për shkak se biznesi po e vuan më tepër, ashtu si kundër edhe vetë banorët që për të dalë nga shtëpitë e tyre duhet të mendohen mirë.